A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi shurafa wa ba'd. Falënderim dhe kon Allahu xhalla xjalaluhu. Salatu selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Dhe përmendëm diçka shkurtimisht prej Ademit alayhis salam. Sot vazhdojmë përmendim diçka shkurtimisht prej dy djemve të Ademit alayhis salam. Kemi thënë edhe më herët se Allahu xhalla xjalaluhu çdo ngjarje në Kur'an neve na ka treguar për të na i forcu imanin. Neve na ka treguar për të na eduku, për të na bërë tërbije, për të marrë mësim prej ngjarjeve. Nuk kanë ardhur ngjarjet në Kur'an, e as nuk kanë shënuar librat e historisë nga ana dietare të muslimanëve, veç kështu formalisht me ditë se çka ka ndodhur në histori. Po e gjithë kjo është rujt, është transmetuar te na që na me marrë mësim. E cili ka dje posaçërisht prej ngjarjes, po prej jetës së Ademit alayhis salam, për shkak se na bit e tij. Dhe na varemi shumë për kësaj. Sonde, në rekatën e fundit, u lexuan ajetet që flasin për historikun e njohur të problemit dhe kacafitjes që kanë pas dy djemt e Ademit alayhis salam me zveti. Watlu alejhim naba ibnai Adam idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Tregoja atyre o Muhammed ngjarjen apo informacionin e dy djemve të Ademit alayhis salam. Ku të dytë banën diçka kurban, banën diçka sadaka me dhënë. Thuhet që njëri është marrë me punimin e tokës, e tjetri është marrë me ruajtjen e dhënve. Ka qenë çoban. Dhe të dytë kanë përgatitur diçka sadaka për me dhënë. Fatuqbila min ahadihima. Prej njërit prej tyre u pranu, prej tjetrit nuk u pranu. Kur ndodhi kjo, qala la aqtulannak. Ai prej të cilit nuk u pranu lëmosha, i tha vllaut vet, ka me të vra. Qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. I tha me të vërtet Allahu pranon lëmoshën prej të devotshmëve. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayk liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Fa nëse ti e zgjat dorën me vra mu, on nuk e zgjat dorën me të vra ty. Për shkak se unë friksohem prej Allahut, Zotit të botrave. Dhe unë nuk dua që t'jem pjesëmarrës në këtë vepër. Do me thonë një ajetit të tretë me radh, është se në qoftë se mu më jepet mundësia me qenë vrasës apo i vram, unë kam e zgjidh me qenë prej të vramve dhe jo vrasësi. Dhe kështu ta mbartësh ti dënimin në zjarm prej anës Allah subhanahu wa taala. E mur veti për para, e nxiti vetja për me vra, edhe e vrau vëllau në ti. Fa asbaha min al-khasirin, dhe u bë prej zgënjymve, u zgënjy shumë. Allahu xhalla xhelalu dërgoi një korp me mësu me i tregu se qysh me e voros. Çka tha në fund? Tha Allahu fa asbaha min an-nadimin. Në fund, pasi që e vorosi vllaun e tij, pasi që veproi atë çka e veproi, për shkak se s'mundti me ndal veten, i ra pishman. Mirë po, pishmallok ishte vonë. Dobit shkurtimisht për kësaj ngjarje. Sa është e rëndësishme kjo ngjarje për jetën tonë përditshme. Po thuaj se
Po thuaj se nuk ka shoqëri në mesin ton që nuk mbizotron ky problem për fat keq. Sidomos në kohën tonë bashkëkohore. Ku hasedi dhe inati ndaj tjetrit, edhe në qoftë se pi kafe ndoshta për ditë dhe ha buk bashk, mirë po inati dhe hasedi është prezent. Dhe kam bizotru kjo e keqe tek njerëzit. Ku secili dëshiron që t'i mirët tjetrit. Ku pjesa dërmuese e njerëzve nuk janë të kënaqur me atë që Allahu ka caktuar për ta. E kjo çështje e hasedit, nga i cili Allahu e mësoi pejgamberin sa sem që të kërkon mbrojtje, min el hasidi idha hasad, me kërku mbrojtje në Allah prej hasedgjit kur ban hased, po thuaj se kam bizotru tek njerëzit. Tek dikush më shumë, tek dikush më pak. Ama është prezente me dosë të madhe. E keqja e hasedit, prej shumë të këqijave, e keqja e hasedit është se edhe ai që ka hased, edhe ai i cili është godit prej hasedit, të dytë vujnë. Edhe ai që nuk është i kënaqur, edhe ai që ka hased të tjerë, edhe ai që ka xhelozi të tjerë, nuk është rahat asnjëherë. Kur nuk kënaqet. Do shta Allahu ja ka dhënë krejtë begatit e kësaj bote, mirë pa i nuk është i kënaqur. Pse? Se i ka sy dikun tjetër. Ka shikti që vun ta njëjtën, ta kohën, ka do të që të cilër, çka do që të vepron, e vlon, e mundon, e torturon, me tortur shumë të rëndë hasedi këtë njeri. Jashtë kësaj, dami që i shkaktohet personit për cilën është drejtu hasedi. Kjo është e keqe dyfisht. Ka thënë dietarët, hasedi prej sirit është shumë i keq. Pse? Për shkak se shejtani vjen dhe ndihmon hasedgjijun pa kërku ndihmë. Magjistari kur don me bë sihr, kur don me bë magji, ofron diçka për shejtanin dhe kërkon prej shejtanit që ai t'ia kthen me shërbim. Kurse tek hasedi nuk është kështu. Tek hasedi shejtani vjen dhe ndihmon hasedgjijun kundër personit drejt të cilit është drejtu hasedi pa kërku ndihmë. Dhe kjo është shumë rrezikur. Sa herë që i shkon mendja hasedgjijut në shtëpinë e tij ndoshta, në punën e tij ndoshta, ku do qoftaj, pa personin, vetëm e shtim përdorim shpirtin e keq, dhe personi për cilën është drejtu ky hased bëhat keq. Pason. Ka pasoja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hasedi i djeg veprat e mira. I djeg, i prish veprat e mira. Për këqijave të hasedit, xhelozis, inateve ndaj një tjetrit, është se jo oficialisht hasedgjiu nuk është i kënaqur me kaderin e Allahut. Kurse prej kushteve të imanit, pa të cilët njeriu s'mund me qenë besimtar, është me besu në kaderin e Allahut. I mirë apo i keq qoftë ajo. Kaderi i mirë apo i keq është prej anës tonë. Fukarallëki është i keq për neve, apo? Po prej anës Allahut si caktim për neve është e mirë. Se ka begatit mira fukarallëki. Allahu di kanë me fukarallëke runë, mos ta shojnë zjarr xhenemit. Se e di që mi ia dhon pasunin ki shkon zjarr, e le fukarat ta njëjtën me arrujt imanin. Di kanë Allahu e runë pasuni, nuk e bën fukara. Se me bën fukara devion. Mi po prej anës tonë, kaderi është i mirë dhe i keq. Kur ta prejmë dorën, neve na dhem. Djegoj, e keq është. Po caktim prej anës Allahut është e mirë. Pse? Se Allah do më na pasur për gjunave. Allah do më na ngrit gradat, Allah do më na sprovue, Allah do më na prekadit, do më na bot tërbije, edhe kështu me radhë. E hasedgjiu nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Hasedgjiu nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. E çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtarin e mirë? Tha prej islamit të mirë të njeriut është braktisja e gjanave që s'kan të bëjnë me ta. Çka ka pasunia e filanit me mua? Çka ka autoriteti i filanit me mua? Çka ka nami filanit me mua?
çka ka forca e filanit me mu? Çka të bëj kur me mu? Për islamit njeriu, për islamit të mirë të njeriu, është që njeriu mos preokupohet me gjana që s'ka të bëjnë me ta. Dhe kur njeriu shikon në begatit dhe mediton në begatit që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, duke mos e lëshuar shumë shikimin tek të tjerët, ka me pas zemrën rahat. Ka me pas zemrën rahat. Kjo pjesa e para e ajetit. Ajeti tjetër. Vallahu i tha, në qoftë se ti don me mbo keq, me vra mua, unë nuk e zgjati dorën me të vra tyje. Për shkak se unë friksohem prej Allahut, Zotit të botrave. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se ju vjen situata, kuptimi i hadithit, qoftë se ju vjen situata me qenë i padrejt apo person ndaj të cilit është bë padrejtësi, bahu person ndaj të cilit është bë padrejtësi, mos u bë zullumçarit. Në qoftë se dikush, çka na mëson ajeti, çka na mëson kjo fjalë e këtij djalit të Ademit alayhis salam, na mëson neve se kur dikush juve ju ban keq, mos ketë ndikim e keqja e atij që juve më u ndryshu karakterin, që juve më u ndryshu moralin. Jo. Në gjitha situata na duhet të sillemi me moralin e Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo se më ka bë keq, edhe unë kam i bë keq. Jo se s'm ka thirrë ndarsëm, edhe unë nuk e thirrë ndarsëm. S'm ka pru bakshish mu për djali kur më ka lind, edhe unë nuk i çoj bakshish. S'm ka respektue, edhe unë nuk e respektoj. Më ka bo zullum, edhe unë kam ja kthy çashtu njëjtë. Jo, kështu nuk ka besimtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha situatat u ballafaqu me jo besimtar dhe me munafikat, se për besimtar s'po flasim, me jo besimtar dhe me munafikat, të cilët i banën dëm shumë. E lodhën shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithatë ai u sill me moralin e Kur'anit dhe Sunetit. Praktikisht kallëpi i moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte ajeti dhe hadithi. Kështu u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo neve na mëson që pavarësisht gjendjeve të cilat na ballafaqojmë në jetën e kësaj dhunjaje, na duhet të sillemi që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo të ketë ndikim sjellja e dikujt, me na ndryshuar neve sjelljen. Në qoftë se neve na ipi situata tash, a me qenë person ndaj të cilit po bëhet zullum, a me qenë person zullumçar, e zgjedhim të parën. E zgjedhim të parën. Dhe asesi nuk duhet me zgjedh që na me qenë zullumçari. E çka i tha biri i Ademit alayhis salam? Tha inma yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon prej të devotshmëve. Dje te surja Al-A'raf ku lexuam, Allahu subhanahu wa taala aty cek se shejtani don me juve me u nxjerr petkat. Wa libasu taqwa dhalika khair. Mirë po petkat e devotshmërisë ato janë më të rëndësishme. Në qoftë se shejtani arrit që neve me na zhvesh prej petkave të devotshmërisë, sa dush bukur na mu vesh, nuk na bën dobi te Allahu xhel xhelaluhu. Allah nuk shikon fotografinë e juve. Allah nuk shikon pasurinë e juve. Inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Fi qulubikum wa a'malikum. Allah shikon në zemrat dhe veprat tuaja. Sa dush bukuroj. Në qoftë se shejtani ka arrit me na zhvesh prej petkave të takvallokut, devotshmërisë, e ka arrit qëllimin dhe na kemi humb. E djalin e Ademit alayhis salam, vrasësin e mor vetja përpara dhe e bani mëkatin. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo vrasje që bëhet pa hak në këtë dunjë, ka hise edhe djali i Ademit alayhis salam. Dhe kjo është shumë rrezik. Kjo është shumë rrezik. Që na mëson neve që mos të bëhemi shkaktar, që të bëhet një tradit e keqe në tokë. Për shkak se secilit që vepron me atë tradit të keqe pastaj pas neve, përgjegjësinë e mbartim edhe na. Përgjegjësinë e mbartim edhe na. Dhe nga ana tjetër të mundohemi që të bëjna punë të mira që do të bëhen tradit e veprimit në tokë, për shkak se çdo kush që vepron për asaj vepre, na vjen shpërblimi pa ju paksu vepruesit. Dhe në fund, çfarë ndodhi në fund? Në fund, vrasësi i ra pishman. Asbaha min an-nadimin, u bë pishman. Çka bani kështu?
Mirë po, u bë vonë. U bë vonë për me këthi vllahun prap. E Allahu xhelle xhelalu pranon pendimin. Kur të gabojmë ndaj dikujt, Allahu pranon pendimin me kushtet e pendimit. Mirë po, apo që thot populli, kolaçi kur të thehet, edhe në qoftë se ngjitet dyqysh, një farë vije ka mbetet. Nuk është gjendja si më herët. E duhet jemi të kujdesshëm në maksimum që mos ta thejmë kolaçin let. E të bëhemi pishman, e t'i bim pishman, e atëherë pishmanllohu ka me qenë shumë vonë. E lusim Allahun që Allah të na jep, të na mundson të kuptojmë mësimet e shumta të ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.